shtyhet fillimi gjysmëvjetorit të 2 deri me 12 janar 2026. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka njoftuar se për shkak të rreshjeve të fundit atmosferike dhe kushteve të vështira në disa zona të vendit, ka marrë vendim që fillimi i procesit mësimor të shtyhet deri me 12 janar 2026. Si pasojë e vërshimeve dhe situatës së rënduar në shumicën e komunave, si dhe qarkullimit të vështirësuar për shkak të rreshjeve të vazhdueshme, të cilat sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës pritet të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, duke shkaktuar vërshime lokale, vështirësi në komunikacion, probleme në sistemet e kanalizimit dhe pengesa në trafik. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka marrë vendim që pushimi dimror të vazhdojë edhe për 2 ditë në nivel vendi, përkatësisht me 8 dhe 9 janar. Mësimi për gjysmëvjetorin e 2 do të fillojë të hënën me 12 janar 2026. Më ashtesht në komunikim të vazhdueshëm me të gjitha drejtoritë komunale të arsimit dhe bazuar në informacionet e pranuara nga tereni, është konstatuar se fillimi i procesit mësimor i parapar për ditën e enjte është i pamundur. Për këtë arsye, procesi mësimor do të fillojë gjatë javës së ardhshme, ndërkohë që orët e humbura mësimore gjatë këtyre 2 ditëve do të zaventsohen gjatë pjesës së dytë të vitit shkollor 2025-2026 për të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar. Ministria falenderon prindërit, nxënësit dhe mësimdhënësit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin, duke ritheksuar se siguria e nxënësve dhe stafit arsimor mbetet prioriteti kryesor.